Por do të mbetemi në fakt tek ngjarja që kanë tronditur Lezhën dhe Tiranën më pas, sepse babai Roam Brahimajt u vra në Lezhë, për këtë do të kem tani në lidhje live gazetarin Elvis Hila për të kuptuar çfarë ndodhi atje. Përshëndes Elvis, çfarë ndodhi në fakt me atentatin mbrëm në Lezhë? Pra, cila ka qenë dinamika e vrasjes që mendohet se mund të jetë dhe piknisja e atentatit të Tiranës me 4 plagosur? Ju përshëndes nga Lezhë. Arlind, në fakt bëhet fjalë për një ngjarje që ka ndodhur rreth orës 20 të mbrëmjes së kaluar në lokalin përgjithësi të Gjovalin e Prendit në fshatin Plan të Lezhës, konkretisht në anë të rrugës nacionale Lezhë-Milot. Një automjet është futur në parkingun e lokalit, bëhet fjalë për një frustrat tip Porsche, nga aty kanë dalë 2 persona, njëri për të cilëve i armatosur dhe ka qelluar me bërshëri plumbash në drejtim të 64 vjeçarit, duke lënë të vdekur në vend. Nga tërësia e veprimeve hetimore ka rezultuar se automjeti ka ardhur nga zona e Milotit dhe po në largim ka ndjekur të njëjtin itinerar, ku më pas edhe ka humbur gjurmët, ndërkohë që ditën e sotme në gjurmë të Kurbinit 300 metra larg autostradës Milot Mamuras është gjetur një automjet i djegur që dyshohet se i përkiste autorëve të kësaj ngjarje të rëndë, ndërkohë që ekspertët e policisë po mundon të grumbullojnë çdo provë në vendin ku është gjetur i djegur automjeti, që ka mund të ndihmojë në zbardhjen e kësaj ngjarje dhe identifikimin e autorëve. Deri në këto momente janë fshiruar disa persona në polici, por dëshmia e tyre nuk e ka ndihmuar grupin hetimor për zbardhjen e kësaj ngjarje, ndërsa duhet thënë se Gjovalin Prendi, 64 vjeç, babai i Roam Brahimit, apo i njohur edhe me emrin Sidorel Prendi, gjatë kohëve të fundit, ose më saktë pas vrasjes së djalit të tij në kryeqytetin grek Athini, kishte kufizuar lëvizjet dhe qëndronte më së shumti vetëm në lokalin e pronësitë të tij, i cili ndodhej 1 kilometër larg banesës në fshatin Plan të Lezhës, dhe siç duket autorët i kanë ndjekur lëvizjet e tij duke vepruar sapo kishte rënë errësira dhe kanë qelluar në drejtim të tij. Nga kqyrja e pamjeve të kamerave të sigurisë rezultojnë se ata kanë qenë të maskuar, ndërsa në këtë atentat me armë zjarri mendohet se kanë qenë edhe kanë marrë pjesë 4 persona, dhe bëhet fjalë për vrasës profesionistë të cilët kanë lënë shumë pak gjurmë në vendin e ngjarjes, ndërsa në momentin kur është kryer atentati brenda lokalit ka patur edhe persona të tjerë të cilët kanë shpëtuar për mrekulli nga bërshëria e plumbave. Elvis, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë.